Kurani Kerimi është libër që Allahu Azza wa Jall e boni qetësim për shpirtat tonë. Ki e stres? Jenë depresion? Trego me njoni që s'ka depresion. Pa e shpall mi heroj. Këtë zaman, ka në materializmi. Se di pika. Pika, Allahu Azza wa Jall të ka tregu në Koran, kredit. Krediti, dënimi maj ullt i kreditit është me mbyt njerën me stres dhe me depresion. Pra ta nëse ke iran që të hendek pëndohu të Allah. Se le për nejse sot. Dhe ditën e parë këtë mundësot, pastrosh me bes Allah të azogjel që e kur s'kthejnë në ta. A nuk ka thonë Allah në Kurani Kerim se aj, a di si jeton, si me pas një shejtan trupin e vetë. E njeni me pas shejtan trupin e vet i qeta. Thot pejgamberi Allah, me qëtëma kaumun fi bejtin min bujutillah. Në grubullon musliman një shtëpi pe i shtëpive të Allah gjami. Jetëlu në kitab Allah. Nëse lexojnë fjallën Allah, më leje dhe më sabojnë, dhe lexojnë fjallën Allah. Au jetë darasune fi ma bejnahum, ose e mësojnë këshillat Allah. A dini qëfar mish dhe i jep Allahu këtinve? Illa nezelet fihi musekine. Kata ka dalë shpirti qetësot. Qetësot shpirti. A që e kishtë atë shqetësim, që dhe të stres që të madha, kupton? Fillon qetësot. Illa nezelet alej musekin, wa gashjetumur rahme. Rahmeti Allahu të zbret mbi ta. Wa haffethumul melaike. Dashamir shoqëruesit e tyre janë melaiket. Mbi gjithë këto Allahu e hap një derë për që elit dhe i thot melekëve, krejra të melekëve nalt, a përshivni që ato? Që lexojnë Kur'an? A përshif kja është filoni? Allahu Azza wa Jall të përmen me emën qiell. Allahu Azza wa Jall të përmen me emën në qiell. Thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata të cilët kanë besu dhe i qetësohet zemrat e tyre me fjalën e Allahut. Dhikrullahuna e përmenve është për qëllim libri Allahut. Nahnu nazzalna ilayka dhikra. Inna nahnu nazzalna dhikra. Fjala dhikr është Kur'an. Men arada dhikri, ku që a këthe në shpinën, dhikrit Kur'anit. Pra me fjallën e Allahut Azza wa Jall, qetësojnë shpirtët. Dhe kjo e dhije e kësaj gjumoje. Mere që këta shtinë në gjep. Se duhet edhe është e nevojshme këtë zaman të përdoret për çdo ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Imam Ahmed ibn Hibban nga Abdullah ibn Mas'ud, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadun qat hammun wala hazanun. Nuk e godit një dert, një shregollim, një stres njeriun edhe thot këtë dua Allahu Azza wa Jall stresin, depresionin, gajlen, brengat kam ja lërgu. A ka dikush që s'ka stres edhe s'ka brenga? Që ilaqë? Që recept? Që në fund pejgamberi Allahut ka thonë, i ka thonë ja Rasulullah, ata mësojnë? Ka thonë mësone dhe ja mësoni atinve që se din. Pa të leja të ndërsh, heke e brengave është kjo dua që e bënd të pejgamberi Allahut, që ja mësoj pejgamberi Allahut, krejt atinve që i kanë brenga, kanë mërzia, kanë strese, depresionem, kjo është ilaqi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e bënd këtë dua dhe thot, Allahumme inni abduk, o Zotun e jam robi jot, ibni abdik, jam gjali robi tan, ibnu emetik, janë gjali robëreshës tonë.
nasiyati biyedik. Balli andorën tonë, pi që do vinë stres, pi të balli. Nasiyati biyedik, madin fije hukmuk. S'ka dyshim se vendimi jot nuk kthehet prap. Adlun fije qadauk, e drejta në gjikimi jot. Es'eluke bi kulli ismin huwa lak. Kja doaja më i mirë që i bot Allahut. Ku ti lutesh Allahut, lutesh me emrat e Allahut. Me cilët emra? Ka thonë të lutem o Zot me çdo emër që e ke emërtu ti vetën tonë. Ku janë këto emra? Bi kulli ismin huwa lak, semmejte bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, që e ke emërtu vetën tonë, që i dim dhe që si dim, që i ke zbrit në librën tonë. Au allamta ahadan min khalqik, ose ja ke mësu të njanit prej robëve tu, au anzaltahu fi kitabik, au istatharta fi ilmi l-ghajbi indak, që e ke zbritë dhe ke mësu në librën tonë, apo s'ja ke mësu as kujt, e ke veçu, e ke përveçu këtë emën. Parashtrohet pyqë, Allahu për mërtoj ka vetën e ti me emna edhe nuk për i tregoj ka kërkujt, ka emnat Allahut, që nuk i din as një melek e as një pejgamber. I vetësmi që në ditën e kiametit kam i dit këto emna është ndërmjetësu si madh të Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të në ditën e kiametit i bi Allahu në sejdë në arshin e ti. Dhe Allahu më inspiron me disa falemderime. Ka thonë djetartë, këto falemderime që Allahu ja inspiron janë emnët e Allahu që nuk i din askush dhe nuk i ka dit deri a dit pos Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Para mendon e vëllezër se sa lunërol me lutë Allahun me emnin e ti, ku ja mundëson pejgamberit Allahut të ndërmjetëson dhe për jo besimtar ditën e kiametit për çka se i lutet Allahut me emnin e ti. Au istatharta fi ilmi l-ghajbi indak an taj'al al-Quran al-Karim rabia qalbi, që ta bëjsh Kurani Kerimin të lutem o Zot pranvere zemrës tim, që ati drishk, që ati janë shejtanët të cilët pushojnë, prish janë i qerë dhe në shejtanëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bane Kurani Kerimin pranvere zemrës tim, bane Kurani Kerimin largim të dertëve, brengave, marzive tona. Kur e ndëgjun sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thonë tha, ata mësojmë dhe që mësojmë të qërve, tha mësone dhe mësoja një të qërve, dhe nuk e thot këtë dua një njeri, vetëm Allahu azza wa jall në vend brengave, stresave, depresioneve, ja zaventson me hare, me gëzim dhe mirësi.